Faqja na ishte dikur, sjell një histori të një nëne dhe vuajtjet e saj nga regjimi komunist, me internime, burgje e tjerë. Drane Jakja është një emër i panjohur për shumicën e shqiptarëve, ka ndëruar jetë kohë më parë në moshë 100 vjeçare. Drane Jakja ishte një çik bregdrinase nga dera e fisme e Jak Gjonit në Fierz të Pukës, nuse e Vuksan Prekëndout, nga Nikaj Mërturi, djali i derës së patriotit luftëtar Zeqir Dema i Bëtoshës. Drane Jakja ka jetuar në 6 regjime, por ai që do të linte gjurmë të tmerrshme në jetën e saj ishte regjimi komunist, një rrugëtim 100 vjeçar i mbuluar me vuajtje, mundime dhe mbijetesë. Është gjyshja e këngëtarit të mirënjohur të muzikës popullore, Gëzim Nikaj, ja ka mbërritur të mbajë në prerjen e saj Nipa e Stërnipa të Brezit të Pestë. Por kurrë për jetë nuk do të shlyhej nga mendja e saj fati tragjik i të birit 2 vjeçar. Ajo e humbi një djalë 2 vjeç në kampin e internimit në Tepelen. Historia është e pazakontë, tmerrsisht e dhimbshme. Është nga ato histori që kur i dëgjon të ndalet fryma. Doruntina e kohëve moderne e ka quajtur Pjetër Meta, autori i disa teksteve që flasin për historinë e Nikaj Mërturit. Drane Jakja është simboli qëndresës mbinjërzore, është gruaja që sfidoi fatin. Pjetër Meta e paraqet me detaje historinë shumë dramatike të kësaj gruaje të pazakontë. Një përmbledhje e kësaj historie vijon më poshtë. Si e zhvarrosi djalin 2 vjeçar për ta marrë me vete pas internimit. Në fund nëntor 1948, kur perdja e hekur zjelindjes rasti gur mes 2 syve në mes Shqipërisë londineze e Kosovës, Drane Jakja u fal me shëndet për jetë me gurin e saj kaçak, Vuksanin, që ja ktheu pushkën komunizmit prej se kur hyni në nëntor 1944 në qafë të Kolçit për me vra djemt e Nikaj Mërturin. Dranja ja da besën Vuksanit se ka me i rrit djemt e me i babura në trollin e vetë dhe ka me i përcjell qikat nuse në dyert të mira. Këso kohe, ma i vogli ndër 4 fëmijët e tyne, Zefi, ishte veç se 10 ditësh. Në kampin çnjerëzor të Turanit, me disa tragjedi në ditë, ku brenda 24 orëve humbën jetën 33 fëmijë, ja rëmbeu vdekjen edhe djalin e saj të vogël, Zefin 2 vjeçar. Drane Jakja, me tepër vështirësi ja bani një vorr të sigurt me thellësi e dërrasa tek varrezat e ushtarëve italian të luftës, sepse nuk donte me ju ndodh si disa të internuarve të tjerë, që u amerrnin në erozioni malit apo ujërat e Vjosës, eshtrat e të vdekunve të tyre të pafajshëm. Në vitin 1949, pa i ik dimni tokës, policia e sigurimi i shtetit e shpërngulën Drane Jaken me 4 fëmijë në kalvarin e 7 internimeve. 3 vendqëndrime në krahinën e Nikaj Mërturit, në tropoj për 6 javë, e prej këndej në këmbë me djep në shtëpinë e fëmijë përdore, deri në Kukës, e mbasandej në makinë në Kalan e Beratit, ku ndetën 3 muaj, në fund në 2 kampet famzeza, në Turan e në Tepelen. Po vjen koha me ju fali internimi një pjesë të madhe të pafajshmëve, pasi kampet ishin të imbushme të internuar, kjo për shkak se në Tepelen bërritën 29 kamiona me të internuar vetëm nga Mirdita, pas vrasjes së Bardok Bibës. Kur mori lajmin se do të kthehej në vendin e saj, Drane Jakja së bashku me çikën e madhe Zojën u larguan nga kampi i Tepelenës në atë të Turanit, tek vari i Zefit. Drane Jakja, tu e gërmuar me mjete rrethanore e gishtat e saj të përgjakur, e nxori djalin e varrosur para 3 muajsh, e mbështolli djalin fytyrë pa prishur me çarçaf të bardhë të bamun katrash dhe rikthehet në kamp. Transmeton Kujto.al. Por tragjedia vazhdoi. 7 javë e ka mbajt nënmadhja Drane Jakja djalin e saj në kampin e Tepelenës, tu ja ba tana për kujdesjes, e mshefjes e të higjienës, që t'ja ruajnë fytyrën djalit e vetes. Kur e pa se kurkush nuk po mundej me e përcjell për në tropojën e largët, çohet e ta merr rjejen e largimit, e në një makinë rasti ngarkue me pambuk, dhe niset nga Tepelena për në Shkodër. Aty shkon nga tregu ku i kishte ble dikur rrobat e nusnis, e me kursimet e veta, ja blej veshja e mbath djalit të vdekun, që e kish lanë në hotel me fëmijët e tjerë, në pritje të ardhjes së dajës së tyne. As në ëndër, Zefi tashti çeher e bardhë prej deke, nuk e kishte mendur veten të veshun aq bukur. Doruntina reale, Drane Jakja, tamam si në legjenda, pasi ka përceu 7 lumenj të mëdhenj nga Vjosa tek Drini, pasi ka përceu 7 vargmale nga Tepelena në Nikaj Mërtur, pas 7 ditëve rrugtim me makinë e në kam nga kampi i internimit në Fierz e në Bëtosh, e varrosi Zefin e vogël 2 vjeçar pranë gjyshit të tij, Prekëndout.
në trollin e Zeqir Demës, në fshatin e tij të lindjes. Kahmos, nga dy anët e Drinit, nga malësia e Gjakovës e malësia e madhe, erdhën në këtë rivarim mortor të papam e të pandjem, me e krye me nderimet tradicionale, këtë përsjellje e të pame. Burnesha e maleve shqiptare, Drane Jakja, ja kreu amanetin e vet burrit të saj, e ndryshe nga doruntina e lashtë e miteve iliro shqiptare, mbeti jallë. Nanmadhja Drane Jakja ja nisi jetës 7 herë nga e para. 3 herë gjatë internimeve në Nikaj Mërtur, 1 herë në Tropoj, kryeqendrën e atëhershme të rrethit, në Kalan e Beratit, në Turan dhe në Tepelen. Ngulimi më i fundit i saj, kur e filloi prap nga e para, është Bukova, në komunën e sotme të Lugajt në lugun e malësisë së Gjakovës, ku hapi tokë të re për truall e buk, ngriti kullën e ndërtoi jetën e vet për mbi një gjysmë shekulli. Kjo ishte historia e përmbledhur e kësaj malësoreje të pazakont. Ajo mbylli syt kohë më parë dhe mori me vete gëzimet e dhimbjet e mëdha të kësaj jete. Kjo histori, bashkë me historitë e të gjitha atyre nënave që humbën fëmijët në Tepelen, është një kushtrim i madh për këtë shoqëri, që e ka varrosur me qëllim të shkuarën komuniste. Brezat duhet ta njohin historinë, cila do qoftë ajo. Nuk mundet kurkush ta fshehë atë, sepse janë histori që do të rrëfehen brez pas brezi. Historia nuk zhbëhet. Burimi kujto.al. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.